Është mbajtur mbledhja e parë e Komitetit për Komunitetet të Kuvendit të Komunës së Gjakovës për vitin 2026. Shefqet Shehu, kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Gjakovës, pasi falenderoi të pranishmit për pjesëmarrje, bëri të ditur edhe rendin e ditës të planifikuar për trajtim. Pasi që kjo është mbledhja e parë, atëherë më duhet të konstatoj se nga 9 anëtarë gjithsej, 6 jemi prezent, 2 mungojnë me arsye, ndërsa një tash pritet në bashkangjitet. Po ashtu mbledhni ti përshëndes edhe përfaqësues të organizatave që janë prezent, i falenderojmë për pjesëmarrjen dhe punën që e bëjnë. Njëherët edhe përfaqësues të zyrës për komunitete, që i falenderojmë për pjesëmarrjen dhe për punën që e bëjnë. Marr parasysh se sot e kemi një pikë të rendit të ditës, e cila mendoj që është pika thelbësore, është zgjedhja e kryesuesit në kuadër të këtij komiteti për komunitete. Atëherë pa humbur kohë, kisha pas dëshirë që ta dëgjoj zonën e juaj, të marr propozimet për ju, për kë vlerëson ju që duhet që kush duhet të jetë kryesuesi i këtij komiteti. Pres propozime nga ana juaj. Pas votimit në mënyrë unanime me 6 vota pro, asnjë abstenim dhe asnjë kundër, Emrah Cermiani u përzgjodh kryesuesi i Komitetit për Komunitete. Atëherë, në mënyrë unanime, me 6 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, zotit Emrah i uroj punë të mbarë në drejtimin e këtij komiteti, i cili konsideroj që është me një vlerë të jashtëzakonshme, me një vlerë të cila domosdoshmërisht duhet të gjithëve pa përjashtim. Urime për të mbara. I sapo zgjedhuri si kryesuesi i Komitetit për Komunitete, Emrah Cermiani, u shpreh se është fat i mirë që në kuadër të legjislaturës, tashmë komunitetet jo shumicë kanë zërin e tyre në kuadër të asamblesë komunale. Është fat i mirë që në kuadër të kësaj legjislature, tashmë komunitetet jo shumicë në komunën e Gjakovës e kanë zonin e tyre në kuadër të asamblesë komunale të Gjakovës. E kanë tashmë të propozuar nënkryetarin për çështjet e komuniteteve dhe besoj që me marrjen e këtij mandati apo kësaj përgjegjësie në kuadër të Komitetit për Komunitete, ky lloj bashkëpunimi ndërsektorial që është shumë i nevojshëm ndaj këtij mekanizmi, pasi që Komiteti për Komunitete është një mekanizëm obligativ për të formuar në kuadër të ligjit të Kosovës. Cermiani tutje shtoi se për herë të parë komuniteti rom merr udhëheqjen e një mekanizmi siç është Komiteti për Komunitete. Do trajtohet në kuadër të këtij komiteti, do të jenë pikërisht nevojat të cilët burojnë pikërisht nga tereni të cilën ne i kemi. Është fat i mirë që pikërisht sot në kuadër të 8 prillit ditës botërore të komunitetit rom, për herë të parë komuniteti rom merr udhëheqjen e një mekanizmi siç është Komiteti për Komunitete, edhe besoj që gatishmëria ime në këtë rast si kryesues i këtij komiteti, mirë po edhe gjithë kolegëve, nuk do të mungoj për të ofruar bashkëpunim me juve si asamble, pasi që e kemi një qëllim të përbashkët mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të qytetarëve të komunës së Gjakovës. Mbledhja përfundoi me konfirmimin e përkushtimit të komitetit për të përfaqësuar dhe adresuar nevojat e komuniteteve jo shumicë në komunën e Gjakovës, duke premtuar angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të frytshëm.